Përshëndetja e nipit të aktorit të madh, Aleksandër Mojsiu, u mirëpret grosisht nga pjesëmarrësit. Aleksandër Mojsiu, figura që na frymëzon dhe emri i të cilit mbajmë me krenari, ishte një aktor me famë botërore. Ai ishte një shqiptar me shpirt evropian, një njeri që i dha artit botëror një fytyrë njerëzore të thellë dhe dinjitoze. Të mbash emrin e tij do të thotë të angazhohesh për vlerat universale, për vizionin, për emocionin, për dijen. Dhe sot kjo lidhje merr një tjetër kuptim. Zoti Nicolas Berggraun, një nga figurat më të njohura të mendimit global dhe themelues i Berggraun Institute, është gjithashtu nipi i Aleksandër Mojsiut. Ai ka zgjedhur të na përcjellë një mesazh urimi në formën e një videoje që vjen nga ana tjetër Atlantikut, dedikuar posaçërisht këtij 20 vjetori. Ky mesazh nuk është vetëm një urim, është një homazh, një kujtesë se historia dhe emri që mbajmë supe na obligojnë të synojmë më lart. And grateful to be able to speak to you today. Alexander Moisey was my grandfather, and now it's 20 years that the university exists. It's a time to celebrate and go to the origins of the name of the university. Universiteti Aleksandër Mojsiu i Durrësit i qeli dyert e tij për herë të parë në vitin akademik 2006-2007, 20 vite më parë.